Asaj sa ajo mban dam. Tashi ajo deliktoj bën avokatin. Ajo Mask që ishte ajo, Maria si kishte emrin. Me gjithat e Gjerin, që është ajo. To eskortat si shkujnë gjithve, ta kanë hitu i shkujnë nojzit, kanë hitu i shkujnë gjithve. Gjithve, se i kam kështu. A kupton, kanë hitu i shkujnë gjithve, jo, po ne kështu se kujtojnë se njerëzit kanë mejtë për eskortat e tyne, a kupton. Kujtojnë se ata janë vendet e fundit në botë. Kjo është historia gjithve, kjo është një inskenim i mirë organizum të Hilda që nuk ju ka ecë. Edhe ju ka dalë situata nga kontrolli, ju doli situata nga kontrolli, këto vajzat, kur ju doli situata nga kontrolli, vazhdun të marrë kërcenime nga Semi, nga Alex Visha, nga këto që ne do të bëjmë se kej vllaun atje, kej babin lushtje, e ke Gjajan, si tash mërzi Gjaja në lushtje, e diti kush është Gjaja, që kam një nga këto, vazhdun këta të i base, ju dulin situata, iku për dush, nuk po mershin lek që doshin këta, edhe fillun me kërcenime më gjanë që ikni nga Eli, zhdukuni tashti, ose ne do vazhdojmë planin B, momente e ardhe të iken, ku iken, shkun të Semi. Kuptan? O Eli, e ke menduar ndonjëherë që ky plani mund të ketë qenë shumë i përgatitur që nga Dubai me këto lloj protagonistash për të ngritur fama? Ashtu pra është i përgatitur. Edhe ti ke hyrë kot fare vetëm për të zbuluar në vërtet. Po. Edhe këto jam dakord. Unë kam zbulu pa dashje, pa digjo që atë bë, një krimi organizum ndërkombëtar. Fiks. Unë këtë mendoj. Pa për djeni, këta janë të shohin mirë kush janë Shqipëri, kush është në Itali, kush janë, që janë me SPAK, me FBI, me skuadra mobile, me që janë në për Itali, të shohin, të hynë këtyre njerëzve, tja u hapin llogaritë e bankave, edhe të shohin sa e si ju kanë arë lek në për banka. Unë e ka që di me thonë, si SPAK-ut, si Italis, për të dy këto persona, po ashtu dhe këto eskortat e Arabis atje, t'ju hynë, t'ja u zbulojnë gjanat e dura, sepse këta nuk është se është bëjë vetëm kjo, këto ka vite që e bëjë këtë punë. Nuk është kjo punë, sot u zbulu. Ishte një zbulim. Po këto kanë vite që e bëjnë këtë krim ndërkombëtar. Edhe është ndërkombëtar pse? Se shqiptarët hedhin lek nga gjithë bota. Nuk hedhin vetëm nga Tirana, për shembull. Shqiptarë ka në gjithë botën. Shqiptarëve i vjen keq nga Australia, e shofi në gjaj vjen keq i hedhi qinero, e shef nga Milano e hedhi, e shef nga New Yorku hynë. Kjo për mu është krim ndërkombëtar, hajni ndërkombëtare e shqiptarëve. Kaq. Edhe unë jam i gatshëm për vedi që sot me ju nënshtru çdo lloj investigimit, po ama të futen SPAK-u, që ose është në një, këto se duhet t'je në një, se nuk ka lajt pa kaj polic, që ose janë ato të interesum, të hynë, të investigojnë Aleksin, të investigojnë edhe Semi Dubajnë, të investigojnë të gjitha gofondet që kanë ba. Ku kanë shku ato lek, që ja kanë marrë popët shqiptarë. Se këtu, ja u zbulova unë. Të shetë të tjertë kapin i zbulojnë ju. Më vjen keq o njerëz, kjo ka qenë shumë e menduar me detaja dhe të them që sipër atyre është një person që sot po bën prap panikun. Po unë po them që jam shumë shpejt policia ka për të reaguar. Ndërkombëtare dhe internacionale. Sepse është një plan shumë i organizuar në gjitha detajet. Është i organizuar gjithanë, mësë shikoj, kjo nuk robi këtu nuk dënë shumë men me kuptu ka që gjë. Kush nuk do me kuptu, s'kupton se nuk do. Një person i sëmur nuk ka kohë të merret me rrjetet sociale. Një person që i thotë ti ke dhe një muj jetë,
nuk ka kohë të hyj aty të thoj pse më doli fotja, pse hyre, pse dole. Ai person që ka 1 muaj jetë, lut Zotin, lut doktorin Aman, ma pështoj jetën. Fiks. Nuk ka kohë ai person të hyjë të merret me TikToka, me Alexa, me Elin, me Samin, me Ilden apo me dikë tjetër. Ai person do të jenë aty të lutet Zotit e gjithëve me pështu. Pra, nuk do men kjo gjë. Ashtë bajnë skenim, janë ba gjitha si janë ba, ka ardha ajo zonjusha me ca letra Dubajt, Arabijet, se i mund më duke njësoj kajta të Dubaj, Arabi që janë këta se s'kam për t'ja u shkelat vetë sa t'jem gjallë. Dhe me thonë, aja ka ardhë me ato letra nga atje, me ba mashtrimin total, me zjarë leket në Amerikë, kupton të se lekt ishin në Amerikë, lekt i kishte e motra. Ta shi si do i marim lekt ne? Si do i ndajmë lekt? Do i ikim në Amerikë, do i thoj me Elit, për i thoj Elit se këtu tani nuk për na bajnë në përimin, do në një moshti, me i marrë, me ba Elin viktim këtu, me i marrën me qune për spital, sa qova ditën e parë, të dyten do ikim, as nuk doshin e prit, po pse do iksh moj? Do ikim se keni dalë në TikTok. Pa ishim në TikTok, kur kërkum lek për ty, a ishte mama jote në TikTok duke qajt të kërku lek për ty, nuk i kërë në atë koti. Atë ko u gëzove, është shqyrë si u banë, u gëzut gjithë u banë lek. Ta shi, pse në TikTok, unë do iki. Ja, ti ke ardhë me sunim në Amerikë, e keni ba gjithë plani që e keni ba, me zotrin, me atë cubin e vogël, po ashtu me këtë plakun matuf të Milano sa kur i kë, e keni ba, keni thonë shkoni, futja një Eli, ta uli me Elin poshtë, që do ik një Eli, e kanë ba këtë skenimin e bukur. Shkoni në Amerikë, shkoni një ditë të Eli, do ju qojnë spital, ik një Elit, merë një lekt, hajtë një ndajmë edhe në regull. Edhe Elin e ulem, edhe lekt i bëvodhem, edhe jemi në regull. Po nuk ju ecë si kjo plan. Si kjo plan. Si kjo plan. Fiks. Sepse, tamam me dërë Zotit, kur më tha doktori nuk ka gja, nga i moment, unë thash pëjt të shi, se të shi këtu, po i vjenera re dhe zeza. A kupton, këtu është një gjatë që nuk shkon. Aty unë dhe më thonë jam step back, feel direct, thash pëjt se zënjusha ka 2 ditë më do iki, po kjo pas ka drejt me ikë, se pas ka gjanë trup, pas ka ardhë për gjanë atyra këtu. E motra, dele më thot mu, po dil ti e thuj popë që i kam vedhë unë lekës, se kam problem. Po mirë moj motër, pse po thu ti që se pas ke problem me i vjallë, që s'don me i vjallë, pse po më thu mu dile thuj njerëzve i kam vedhë unë lekën? Pse s'tu Eli po, si këthejnë këto lekë mrapa, ha të regojnë, ko ke ko fondi këtu, po, shtype këtu i fond këtu, shtype dhe këtë, po, këthej mrapa, oke Eli, jemi në regu të ashi, po, do ikë të ashi të në lesha hatë, po, iki unë të ashi. A kupton? Po, ja, dil ti, e thuj popë që unë i mora leke dhe u shduka, ja, maj gosë, për që unë kam përgjësi për ato lekë, se kam dollë, ja kam kërku unë shqiptarëve për ty. S'ke dollë ti. Edhe s'ke me i kaskun, se do hysh burg. Fiks. Edhe kjo ishte kërcenimi jam i fort. Edhe sot ishte reagimi shumë i bukur që na fut këtu, do me thëmë për të bërë pjesën teatrale, me skenar të dobët për mendimin. Unë sa u qova, për zonë, më ka rakë telefonja 20 herë se jam kanë gjumë, as kam pa ma, se kam rakë shu shaku. Sa u qova, kur i shëf të vitet dhe saj, vjen me qesh me vetja, kuptat? Më vjen i nadë shumë, si me hangër unë këtë gja, po më vjen edhe me qesh. Shfarë, si vjen tërp. Si nuk i vjen tërp, del aty, të qajt, orgot, si ishte në spitali më të mirë të Amerikës, e të thonë s'ke asë i gja. Po është dhimet vetë, nuk i dhimet vetja këtyne njerëzve shkone prapë vetë me shëruma, me gjithpana, hynë një spital tjetër, a kupton?
Jo, gjë më e bukur se po Vetëm me ndërgoj. edhe në qoftë se, po të them unë këtë tash këtu, edhe në qoftë se, ajo, do i rikthëhet leuqemia. Ato lek që ka ajo, nuk i bëjnë punë, nuk i hynë në punë në Amerikë. A kupton? Vajza ka shkon në një spital tjetër dhe po e përsëri biopsinë, domethënë. Iku spitali i parë, tash po shkon te spitali i dytë për të nxjerrë kartelin që është në depresion total. Se kush po i financon tash unë nuk e di, po unë duhet të them vetëm kaq, ky është krim. Gjaelin, e financon, ashtë duke... Ka nevojë me financu kush, mëse shkon në emergjenci, kot pa lidhe, rrinë për emergjencia, pa lidhe. Gjaelin, ajo u bë biopsia e parë, te presbyterian, doktori doli me rezultatin që nuk ke asnjë gjë. Ndërkohë, këtë të ejte që vjen, kjo ka pas mushtru në spitalin tjetër që do e bashim edhe i herë tjetër. Unë, domethënë, në spitalin se harrova emrin, që është kjo spitali Sloan Kettering Memorial. Kur shjeton në Amerikë, New York, paktën e dinë se për cilë spital po flas. Memorial aty New York Avenue. Pra kjo ishte në Presbyterian, ball për ball, kose shujtë si thojmë na, është spitali tjetër që s'ka më të mirë bota për këtë lloj smundje. Edhe i lam takimin për ditën e ejte, që do e merrshin ato përsipër. Edhe këtë e bame se unë i thashë, di qa po mirë, ty duket se këtë doktori ja këfut katë po hurë, nëse do him të këtë tjetëri. Të e bëjmë edhe i herë tjetër. Po janë të gjitha inskenime pa lidhje. Ja unë do iki, ja unë kështu, po ik më i thëje qafën, ik. Kush për të manë me zorë? Ja po tia do ma mash mu gocën me zorë, unë më të marë gocën ty me zorë, jo më i vajzë, që ik ku dush, ik. E shi po e kuptojmë se do me ik se fatkesisht si ki pa do lekur një tanë në nejher në bankë edhe du të me ik me vrap. Se s'ke halën e gocë, si me pas halën e gocë, si thu gocë, ule bishtin në rri aty, se janë të t'nimu njerëzit, e janë të qunë kam, o jo, qo t'ikim, ne duhet t'ikim. Ha kupton? Pse? Se janë një skenime të me thonë, kanë ardhë me këtë të ilda, kanë ardhë me këtë organizatë, që nga fillimi, se i se veshmenaj të i përsëri gjana, dhe kupton? Jo, po atë do të shëtë, mos u lotë. Veshmenaj të i përsëri, shkurt, shqip, është organizume mirë, shumë mirë, nga të shoqet e veta, ato eskortet aty, nga Semi, nga Aleksi, është inskenimi super, këto e kanë ba, okej, do e bëjmë $450,000, se kanë lënë lek në bërbigjoze në për ne, a e duhen ca lek, ta bëjmë i lojë mirë, ju vajza dy nabim $100,000, 200 e sa mi do i fusin gjep tonë, hajde kry një punë, këto kanë ngejlë mes disa hajdutave dërkombëtar, e kanë ba të gjithë rrethin e bukur, ka ardhë puna, ku t'i marrim leket në Amerikë, kush është në Amerikë, motra, ku na doli motra në Amerikë, hajde dije, me i fmit vogël, as burr, as baba, as kërkan aty, se nuk e di ku na doli. Se që me motra në spital, pra, me që dhe këna doli me vanë. E ta ngecën ty. Pra, na doli motra në Michigan, me thirë mu, tha do vinë New York, hajde New York, shkova mora në 8 bjesit, isha dhe pa gjumë, të i thënë vetës, të dërshot qatë duhet t'i kjo punë, e mora, e qovat motrën me i fmit vogël të shpia, në drek erdhe këta, i mora dhe këta, ishte krejti skenim, e mora qova direkt në spital, ditën e parë që erdhi, të nesërmen, thote du me ikë, po pse du me ikë, moj gocë? Ja, po unë nuk du të shof TikTok.
Nuk du më keni hell fotën mu në TikTok, fotën ty në TikTok. Po si me fotën, po fotën tonë të GoFundit, a ka mu në TikTok para se të vishet ti në Amerikë. A i aty, e që e thë të lacë. Në GoFund, a i aty që të kam hell, a i të faqe e me, po. E tashi, nuk dënë ti. Unë mendoj sa ku kanë menduar se nuk e kam pritur fare atë shkasin tënde që je treguar me këta tik. Fix, kjo i ka kërcenu.